Orën e kalume, gjetë, më thënë, folën për pjesën e on page. Ajo që pas asaj vjen me njëherë është pjesa e Google Search Console, është një prej mjeteve që pasi e kryon një blog ose një page edhe e optimizon, atëherë shkon edhe vendos uh, në Google. Si vendoset ajo? Vendoset nëpërmjet kësaj platforme që është vetë Google edhe quhet Google Search Console. Për këtë, unë do ja dërgoj linkun në grup, edhe këtë nuk do e shpjegojmë tash pse, sepse për këtë kam bë një video të gjatë që e ku më shpjegu në detaje se çka është Google Search Console, andaj atë do e gjeni tek videot që e kam këtu dhe në shkërtu. Mhm. Pas trajnimit që e ndigjum edhe mbajtëm gje, tash për detyrë dhe më thënë që me e plotësu atë komplet është që të ndëgjoni këtë ligjërat që është gati 50 minuta, atëherë dhe më thënë do bëhet edhe më e qartë se pasi krijohet një page edhe ose një blog post, si vendoset te Google Search Console, edhe si mund të shikojmë tash këto të dhënat, trafikun, nga na vinë vizitorët edhe shumë gjëra tjera që ju do i gjeni këtu. Unë ja dërgoj edhe videon këtu, edhe ju, do më thënë, pastaj ndëgjoni. Ajo që dëshiroj të filloj tash edhe me zgjedh bashkarisht pjesën e elementarit, se çka do flasim edhe çka do bëjmë në të ardhmen, është një prej projekteve që do e përzgjedhim bashkarisht për projekt në elementar. Zakonisht blog si thimi e shpjegum tek WordPressi, moduli WordPress, ju që e keni instalu e dini, tash këtu ka disa lloje të dizajneve edhe të template-ave që janë të gatshme. Ne do më thënë mund ta përzgjedhim njërin prej këtyre edhe po të njëjtën ta kryejmë ne me elementor prej zero. Zakonisht trajnimet që i kam bë para prak me studentat që një prej projekteve që ose dizajneve që e zgjedhim është kjo dizajni këtu, e që është fix për portfolio personale që mund secili ta përdore për veten e tij, për projektet që i bën, kështu me radhë. Kjo është një prej portfoliove që e kena bë, mirë po ka edhe portfolio tjera që është edhe kjo këtu. Edhe ka edhe dizajne tjera, nuk është patjetër që jetë e blogsit, mirë po mund të jenë edhe uh, dizajne në internet që ne mund të inspirohemi e kështu me radhë. Mirë po këtë do e zgjedhim bashkarisht, mirë po nuk është patjetër që të jetë portfolio. Ju pastaj për vete tuaja mund ta zgjedhni çfarë do lloj dizajni, mirë po për ta implementu dizajnin uh, bashkarisht që unë do e shpjegoj prej zero, do e zgjedh unë një dizajn. Mirë, pastaj ju do e zgjidhni për vete tuaja, ose mund ta zgjidhni po të njëjtën atë që e kam zgjedhur. Mirë, po kjo do njëse, do të thënë prej orëve tjera që do e i bëjmë implementimin. Andaj sot unë do flas kalimthi për disa pika tjera që i nisëm në që i kam nisur në orën e kalume, që ka qenë para një jave diçka në elementar, e që disa i kam shpjegu, e disa më kanë bet ende pa mos i shpjegu. Unë do ja tregoj edhe këtë pjesë, andaj për të qenë më e qartë kjo pjesa elementari, duhet dhe më thënë të shikoni këto dy video. Dhe më thënë elementari njëshi këtu edhe elementar gjyshi, edhe kjo dhe më thënë dhe jetë më e qartë që do e shpjegim tash, edhe pas kësaj, pas sotshmes, do e nisim direkt projektin. E me këtë projekt që do e nisim, kush do e kline, do thënë me njerë automatikisht do jap certifikatën për WordPress, ku edhe do e postojmë bashkarisht në LinkedIn, që ja tregojmë edhe qereve, edhe me e bo share, edhe me ju referu në LinkedIn. Për pjesëve që çka ka elementori është headingu. Çka është headingu? Headingu është një title që ne këtu mund ta vendosim, edhe
Tu mund t'ja ndryshojmë headingun, prej H1 ta bëjmë, prej H2 ta bëjmë H1, H3, H4. E tash kur ti e din edhe SEO, edhe shumë sens të bën kjo H1-shi, H2-shi. Pse? Sepse ti e din që të luajnë rol në SEO. E ti nëse ke shumë tituj, atëherë do të thonë titullin e parë gjithmonë e bën H1, pastaj titulli i qerë, nëse ka për shembull titull i qerë, për shembull këtë heading mund ta bëjmë duplicate, si mund ta bëjmë duplicate me mouse dishin, e selektojmë edhe e bëjmë duplicate, edhe këtu mund vendosim për shembull më shumë se një. Edhe këtë e vendos emrin, një emër të caktuar, edhe këtë e vendos për shembull e bën H2, këtë këtu për shembull e bën H3, edhe këtë këtu për shembull e bën H4 ose H5 e kështu me radhë. Pastaj kena pjesën e image-it, që këtu mund vendosim image, e marrim drag and drop, edhe vendosim një image, e klikojmë të image-in, e zgjedhim nga libraria jonë çfarë kena, fotografi, e marrim një prej këtyre këtu, që më marrim të, edhe ja do të kushtu imazhi. Tash imazhin kena mundësi me i bë disa ndryshime, me e bë këtë më të vogël, thumbnail, medium, edhe full mund ta bëjmë, do të thonë që e merr komplet uh, hapësirën. Ne i lejmë për shembull medium, pak më të vogël. Pas kësaj e kena text, do të thonë kjo është me shtu text, uh, mund ta marrim për shembull të tekstin copy, edhe e shtim direkt këtu. Ja pra. Pastaj e kena pjesën e videos, mund të shtim video direkt. Për të shtu video kena disa opcione, ose prej YouTube, ose prej Vimeo, ose prej Daily Motion, Video Press edhe Self-Posted. Kjo Self-Posted dhe me thënë që ne ta shtojmë prej tek kompjuteri jo. Nëse ne kena video që janë tonat personale në laptop, atëherë se mund t'i shtojmë direkt prej laptopit tonë. Nëse jo, i shtojmë do thënë direkt prej YouTube. Për shembull, e zgjedhim YouTube-in, shkojmë tek YouTube edhe unë e marr për shembull një prej videove të mia, e marr këtë videon e fundit, e bëj copy linkun lart, kthehem përsëri këtu, edhe këtu e bëj paste, edhe do ja pra në këtu shfaqet video dhe më thënë që e shfaqja direkt. Pastaj pas videos e kena pjesën e butonave, mund shtim butona, këtu kena mundësi me zgjedh emrin e butonit, për shembull këtu mund ta lexojmë, ja vendosim emrin për shembull butonit lexo më shumë. Këtu mund t'i vendosim link butonit me na dërgu diku. Edhe pastaj tek style kena mundësi butonit me ja ndryshu për shembull ngjyrën, me me ngjyrë tjetër dhe me e lëviz për shembull position, left, center, right, ta bëjmë full e kështu me radhë. Edhe këto detajet tjera, dhe që janë me opsionet tjera, do i shpjegojmë kur do fillojmë ta nisim projektin, sepse atëherë do ketë më shumë sens kur do i prekim këto edhe do i implementojmë direkt në, në projekt. Ajo që dëshirit të dërgoj unë vetë që t'rregoj juve është vetëm këto elementet, këto widgets që ti dini, e ndërsa detajet tjera do nisim direkt me projektin. Pastaj është kjo divider, kjo është një vi në mes që shtohet për ta bënë ndërprerje. Mund ta bëjmë për shembull më të madhe, më të vogël e zvogëlim, edhe e bëjmë full. Edhe këtu mund kena mundësinë që vend të vijës, mund ta bëjmë për shembull me vija të ndërprerje, mund ta bëjmë me square, me kocka, kështu diçka. Ka shumë lloje këtu, kështu që kjo mund t'i zgjedhim edhe e i vendosim. Pastaj është pjesa e spacer, çka është spacer? Spacer është thjesht një hapësirë boshe, nuk ka diçka, thjesht është hapësirë që bën që bën domethënë ndarje mes elementeve, edhe bën hapësirë mes elementeve. Pastaj kena pjesën e Google Maps, tu e vendosim Google Maps, edhe tu e vendosim për shembull lokacionin direkt, edhe kjo na shfaqet në Google. Këtu kena mundësi me rrit më të madhe, edhe këtu për shembull mund ta bëjmë një lokacion që është start për shembull Tirana, uh, edhe këtu domethënë na nxjerrë një lokacion diku në Tiranë. Ja pra, ja pra di këtu.
Edhe nëse ti ke zyrën të ose lokalin tënd personal, e merr e merr domethënë lokacionin e lokalit tënd, e vendos direkt tu edhe secili mund ta shikon ato lokacionin edhe me hyrë direkt me ardh me navigim. Pastaj është pjesa e ikonave. Tu kena mundësi me shtu ikona, tu e kena ylli për momentin, tu mund shim ikona tjerë, nëse e klikim tu hapet një librari që ka me qindra ikona të ndryshme për çdo lloj kategorie, edhe tu kena mundësi me bo me filter me emra, për shembull ikona për book, çka për shembull për libra, dhe tu e zgjedh të ikonën tu. Këtu mund shim ma shumë ikona, këto ikonë mund të bëjmë duplicate, e kështu me radhë. Këto elemente tjera janë në Pro version, ja këto kanë edhe emrin Pro, që është në pagesë. Ne shkrim pasaj tek versionet tjera, që kanë vetë edhe këto. Pastaj kena pjesën e tabs, tabsa që do të thënë këto që janë me butona kështu, që kur e klikon këtë shfaqen uh, content të ndryshme. Këto për shembull varet se për çfarë mund na him punë, mirë po ekziston si një lloj tabsi, këto quhen tabs. Pastaj kena pjesën e akordion. Kjo akordion më shumë përdoret për pyetje përgjigje. Unë zakonisht tek website për shembull, e kam ose çdo website, shumica e websiteve, gjitha shumica kanë domethënë pyetje dhe përgjigje. Unë e kam tek website trajnime online, edhe nëse shkon domethënë fund, këtu e kam domethënë këtë akordion. Kjo domethënë pyetje përgjigje. Për shembull, të komendos pyetje, nëse i kam plusin, shfaqet përgjigje. Njëri këtë mund ta bëjmë domethënë prej tek elementori, tek item 1, këtu domethënë e kena mundësi ta vendosim domethënë pyetjen, edhe e vendosim këtu për shembull sa kushton, për shembull sa kushton trajnimi, për shembull trajnimi për se, ëh. Unë vendos si pyetje, pastaj hap përgjigjen. Për që vendos përgjigjen, shkruaj marr një tekst, e vendos brenda këtu, edhe e shkruaj për shembull trajnimi kushton për shembull 100 euro. Ja, pra. Edhe tash nëse unë e klikoj këtë, të tek plusi, si pyetje, edhe tu poshtë të marrë me një përgjigje. Edhe një i bëjmë edhe për të tjerat, nëse dëshiron të shtosh ma shumë pyetje, thjesht e bën këtu add item, ose këtu e bën duplicate. Edhe mund shtosh domethënë sa të dëshirosh pyetje. Pas kësaj e kena image box. Image box është një image që ka titull edhe tekst. Shumë të zgjedh një fotografi, e marrim të, edhe mund t'ja vendosim direkt titullin, për shembull, vetura për shembull Mercedes, edhe këtu poshtë i vendosim një përshkrim veturës. Edhe këtë mund ta bëjmë për shembull duplicate, mund të shtojmë sa më shumë prej tyre, e kështu me radhë. Pas kësaj e kena pjesën e image, ka rëzhell. Kjo është image-at që lëvizin, dhe më thënë, me slide, që të mund vendosim me më shumë image, edhe ta është mund të do lëvizin me slide. Ja. Do një bëjmë medium, edhe to kanë slide. Ja, pra, dhe më thënë, po lëvizin me slide. Ok, pastaj kena pjesën e basic gallery, në më është një galleri e cila është një si kjo lartë, mirë po është nuk lëvizën, është thjesht galleri që ka fotografi të renditura, njëra pas tjetërës. Ja, pra, do i vendosim të këtu, edhe ja si vendosim. Në të kena mundësi të dhe me më vaja, kena mundësi me i them me qenë me di kolona vetëm, ose i them që me 5 kolona, me kështu më radh. Kjo komplet është pjesë e preferencave tona. Pastaj kena icon list. Çka është icon list? Është për shembull kur ka listime ose produkte për shembull, ose pika të rëndësishme për ndonjë lloj pune ose shërbimi, edhe tu i liston për shembull produktet, e liston trajnimi, për shembull i kam trajnimet për se. Tu kurs kursi për SEO, pak më poshtë e shkruaj për shembull kursi për
SMM, kursi për WordPress dhe bën listime. Kjo është pjesë thjesht i kanë listë. Bën listime ose për shembull nëse ka uh, pjesë të tabelave ose dhënave, tu i liston, ose pjesë për shembull të ushqimeve ose të produkteve online nëse ke për të shit, i liston domethënë me emra ose gjëra tjera në varet çfarë uh, website je duke bë dhe e shfrytëzon. Pastaj kena këtë pjesën e counter, kjo bën domethënë numra me emër. Kjo është zakonisht tek një website kur arrin domethënë për shembull ndonjë shpërblim ose diçka ose arritje, edhe tu e shënon për shembull sa ka arrit, edhe e bën për shembull 15. Edhe kena pastaj pjesën e progress bar, kjo domethënë tu e vendos skillsat e tuaj, për shembull ato njohuritë e tuaja çfarë ke, edhe tu e shënon për shembull njohuritë e mia, edhe për shembull tu e ke web designer, për shembull ti i thuhet që din me punu me SEO, edhe i thu për SEO ditë punë për shembull 40%. Pastaj këtu e bën duplicate, edhe i thua për shembull për WordPress din për shembull 70%. Ja pra. Edhe ti vendos tu ato njohuritë e tuaja, edhe e bën si CV që për me apliku në punë ose dikush me ta pa domethënë potencialin tënd edhe me ti pa domethënë gjërat që ti ke. Pas e kena rrjetet sociale, social media, ku domethënë mund të ishte në rrjetet sociale, tu di kena për shembull disa ikona, për shtu ikona të reja ku kena add item, edhe tu e zgjedh ikona, për shembull Instagram, edhe tu e zgjedh Instagramin, edhe këtu pash më poshtë e vendon linkun në Instagramin, për kena Facebookun, Twitter, YouTuben, për shembull tu tek linku YouTubet, se unë mund ta vendos YouTuben tim personal, e marr linkun edhe vendos tu, edhe kur dikush e klikon YouTuben, shkon direkt tek kanali im. Këto pastaj kena mundësi me ndryshu, rrjetet sociale, me i bërë në Square, Circle, Rreth, edhe gjëra tjera, që këto në detaj i shikojmë gjatë procesit të projektit. Tjetër që është e rëndësishme, që këto domethënë nuk do i hinë punë, ajo tjetër që është njëjtë që do e përdorim më shpesh është edhe pjesa e testimonials. Edhe këto domethënë do e përdorim në projekti testimonials, në ato pjesët që dikush lënë review-sa për ti, për shembull tek trajnimet, studentët kanë folë për mua, për shembull, to quhen testimonials. Kur kanë domethënë review-sa, këtu domethënë mund të shfrytëzojmë këto, këtu e lejmë për shembull tekstin që dikush ka shkruar për ty, këtu e zgjedh një image, nëse ka foto ai person që të ka shkruar, nëse jo, vendos diçka tjetër, edhe këtu ke për shembull emrin e personit i lirë, titulli çfarë punon, edhe domethënë të mund të kenë mundësi ta vendosh pasaj top, left, right, center, edhe lëvizën, edhe pastaj tek style ti fillon edhe dizajnon domethënë detaje, si mas preferencave, këto dhe e bëjmë gjatë procesit të punës. Mirë, po vetëm kështu kalimthi, dhe shumë ja shpjegu këto elementet, se çfarë janë, pastaj këto pjesët të elementeve tjera janë në pro version. Andaj me këto elemente që i kena në dispozicion, ne domethënë do kryejmë një projekt prej zero të gatshme, duke u inspiruar nga ndonjë dizajn që është në internet i gatshëm. Andaj për sot domethënë ishte kjo vetëm i shpjegu pak me ju para përgatit se çfarë janë këto që kur nisin direkt mos me u vjen domethënë çudi se çfarë ishin këto elemente. Andaj domethënë ajo që do e bëni tash si detyrë është me dëgju videon për pjesën e Google Search Console, që ishte domethënë kjo videoja këtu poshtë, të ta ndëgjoni edhe ti ridëgjoni nëse si keni dëgju këto të elementarët. Kur dhe i keni këto gati, edhe këto kur dhe i keni gati, automatikisht fillim me elementar direkt me projektin, ndërsa në SEO vazhdim me modulet e radhës që i kena në vazhdimsi. Në kjo ishte sa i përket për sot, nëse ka ndonjë pyetje, lirisht urdhnoni. Nëse jo, atëherë dëgjoni javën tjetër, ndërsa për detyrat, domethënë në moment kur do i keni gati, lirisht
dërgoni te grupi edhe kena kontakt për çdo koordinim tjetër. Okej, në rregull atëherë. Okej, atëherë dëgjohemi javën tjetër. Ditën e mirë.